ka mbaruar ajo që konsiderohet faza e parë e implementimit të planit të paqes në Gaza, kemi hyrë apo jemi gati në hyrje ne, po bëhemi gati për të hyrë në ato që konsiderohet si faza e dytë dhe sapo ka dalë një bordi i paqes, një institucion që në fakt ende nuk ka marrë formën e institucioni, por një ide e Donald Trump për të patur, për ta përdorur këtë institucion në vend të Organizatës Kombeve të Bashkuara për siguruar paqe dhe siguri. Pra një institucion që duket që mund të zërë vend në ato që konsiderohet arkitektura e re e sigurisë botërore. Pra, do t'i diskutojmë fillimisht çfarë po ndodh në Gaza, pastaj do të shkojmë për të lexuar që a do të mbetet vetëm në këtë kuadër ky bordi i paqes apo do bëhet, le të themi, një institucion i cili më pas do të jetë përcaktues për sa i përket zgjidhjes së konflikteve në të gjithë botën. Do të kemi gjë parasysh, aktualisht ju thatë që po mbaroi faza e parë, por nuk ka asnjë fazë tjetër. Të dyja palët në konflikt, pra palestinezët dhe izraelitët nuk kanë firmosur dhe kanë rënë dakord vetëm për fazën e parë. Asnjëra palë s'ka rënë dakord për fazën e dytë dhe nuk ka firmosur fazën e dytë ose të tretë. Pra nuk mund flitet për implementim fazash kur ato nuk janë firmosur, pra është implementuar vetëm ajo e cila është firmosur. Dhe është rënë dakord nga palët. Tani më nuk ka dakordzi për fazën e dytë, për fazën e tretë, por nuk ka. Palët nuk janë ulur për të diskutuar. Pra, edhe pse ka pasur disa takime në Egjipt midis palëve jo direkt, pa takimet kanë qenë direkt me ndërmjetësinë e Egjiptit, për të vënë në funksionim atë fazën e dytë që është diskutuar, të asaj marrëveshje që u firmos në Egjipt, pra që palët bërë në Egjipt që i bëri i mlodhi Donald Trump e gjithë ta, nuk ka një dakordzi për palët, nga palët aktuale në terren për vazhdimësimin e një palët e një fazë të dytë ose edhe një fazë të tretë. Edhe nga Izraeli nuk ka dakordsi? Po të dyja palët, më shumë, arsyet janë të ndryshme, pra, nuk është se janë, po arsyet janë të ndryshme dhe asnjëra palë deri tash s'ka rënë dakord që të firmosi një marrëveshje siç firmosën marrëveshjen për fazën e parë. Pra nuk ka një marrëveshje të firmosur për implementimin e një faze të dytë, pavarësisht se flitet, po qëse palët në konflikt. Nuk e firmosin ata askush mund ta implementojë, se kush ta implementojë. Pra s'ka implementim. Edhe marrëveshja e parë, faza e parë e marrëveshjes nuk e implementoi askush. Vetë palët e implementuan. Pra i qëndruan në asaj që kishin firmosur që ranë dakord. Ose tashmë nuk kemi rënje dakordësie për fazën e dytë. Pra nuk ekziston faza e dytë. Ekziston në letra deri diku, por edhe faza e dytë në letra si projekcion ishte vetëm faza e dytë, por nuk përcaktonte qartësisht se çfarë përfshinte faza e dytë. Çfarë do të thoshte faza e dytë? Çarmatosja e Hamasit dhe tërheqja e Izraelit. Nuk është kjo ka qenë. Tërheqja e Izraelit ka qenë fazën e parë. Pjesërisht edhe pjesë, pra, pikat e përgjithshme ka, po pikat e përgjithshme nuk janë ato që përcaktojnë. Pra pikat e përgjithshme janë një bazë me cilën ti mund nisësh bisedimin, po nuk janë pika implementuese. Pra nuk kemi një fazë të dytë ose të tretë aktualisht në aspekt për të implementuar. Kurse ky bordi që thoni që Donald Trump e quan bordi i paqes, por në realitet është bordi i mashtrimit ose një bord proxy që do bëj punën e Izraelit në Gaza, nuk e zëvendëson Kombet e Bashkuara, është një bord i cili është miratuar nga Kombet e Bashkuara, pra në bazë është miratuar me rezolutën 2803 pra 2803 të Këshillit të Sigurimit. Po. Ky bord nga ana aspektesh vetëm politik dhe quhet bord paqe, pra ka bërë një bord Donald Trumpi që të kaloj pensionin kur të dorëzoj detyrën e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Është një bord paqe i cili ka stile në atë që është propozuar që është bërë, nuk e ka askund fjalën Gaza. Pra nuk është bordi i paqes për Gazën. Quhet thjesht bord paqe. Po jo bordi i paqes për Gazën. Dhe në këtë bordin e paqes ka edhe një ndarje të veçantë për Gazën. Po. Pra, kryesisht që është thjesht bord paqe. Në këtë bord paqe, pra ky do të bëj sipas asaj që cili ka dalë në Gaza, pra në Gaza do të merret me çështje të mbështetjes të administrimit të Gaza. Administrimi në Gaza do të bëhet nga një bord teknokrat palestinez i cili është miratuar me datë 16
të këtij muaji në Egjipt, pra palët janë palët palestineze, të gjitha fraksionet, të gjitha grupet palestineze që pretendojnë përbërjen politike në Palestinë, pra duke përfshirë që nga autoriteti palestinez, Hamasi, një lloj qeverie që do të qeverisë, kanë rënë dakord, janë mbledhur pothuajse për 3 muaj, mbledhur në Egjipt dhe me datë 16 ranë dakord dhe kanë miratuar një bord teknokrat i cili do të qeverisi Gazën ditamdit, pra do ta mbajë ditamdit për punë të përditshme. Është bërë me teknokrat, pra me inxhinier, me jurist, me njerëz të tillë, të cilët nuk kanë pasur kryesisht afilacione politike më përpara. Pra. Ka qenë kjo baza kryesore e atij bordit, që është krijuar dhe ky bord paqe i Trumpit do të mbështesi këtë bordin e Gazës. Pra për menaxhimin e situatës në Gazë. Komitetin ekzekutiv që ishte. Ta themi po, komitetin ekzekutiv, cilin ata e kanë miratuar tashmë. Dhe problemi i kësaj është që në një aspekt nuk e zëvendëson Kombet e Bashkuara, por në një aspekt zëvendëson disa pra nuk ka të përcaktuar atë që kjo bën punën e Kombeve të Bashkuara. Kjo nuk ka në këtë që me futjen e këtij bordi nuk do të ketë me organizatat e Kombeve të Bashkuara në Gaza. Por ama veprimtaria e këtij bordi, duke qenë se në këtë bord Trump e ka vënë veten si mbret, pra ka krijuar atë mbretrinë e tij feudale, tipik mbretrinë e tij feudale. Pra kemi të bëjmë me një bordi pasqyron një mbretëri feudale ku Trump është mbreti, Trump i vendos se kush hyn në bord, Trump i vendos se kush del në bord, ai i vendos kur duhet dali, kur duhet hy dikush në bord, kur duhet bëhet antar permanent, kush duhet bëhet antar jo permanent i bordit. Ai vendos sa duhet paguash në bord, sa duhet lësh në bord, sa s'duhet paguash në bord. Pra çdo lloj dhe plus ka edhe një përcaktuar që çdo lloj veprimtarie politike e bordit, çdo lloj gjëje që merr bordi, çdo lloj letra që miraton bordin nuk mund të miratohet, nuk mund të publikohet pa miratimin e kryetarit. Dhe ka përcaktuar që kryetari nuk mund të lirohet nga detyra, pra kryetari i këtij bordi që është Trumpi, vetëm kur tiki vet, ose kur t'jeti pamundur, domethënë kur të vdesi. Pra askush nuk mund ta rrëzoj këtë nga bordi, as mund ta heqë kush këtë nga bordi. Pra thjesht e ka bërë një organizatë ndërkombëtare, është ndërkombëtare sepse ka përbërje ndërkombëtare në këtë tashmë ai ka çuar ftesën shumë vendeve ndërmjet tyre edhe qeverisë shqiptare, dhe qeveria shqiptare ka vendosur që të jetë pjesë e këtij bordi në mënyrë permanente. Por Trumpi ka përcaktuar që ti je pjesë e këtij bordi në mënyrë permanente duhet të paguash $1 miliard për vitin e parë. Është e përcaktuar qartësisht. Për vitin e parë, kush dëshiron të jetë antar permanent i këtij bordi do paguaj $1 miliard. Ndërkohë që buxheti i Republikës së Shqipërisë është $10 miliard, i miratuar për vitin 2026. $1 miliard bie 10% të buxhetit të Republikës së Shqipërisë të shkojnë në xhepat e Trumpit. Po $1 miliard në vit është kjo apo $1 miliard vetëm në vitin e parë? Jo, në vitin e parë, ata që duan të jenë antar permanent e përcakton qartësisht, duhet të paguajnë $1 miliard vitin e parë. Vitin e dytë pastaj do e përcaktoj Trumpi sa do paguani vitin e dytë, vitin e tretë, vitin e katërt, pra është ai që përcakton buxhetin. Ai që përcakton portofolin. Prandaj funksionon si një mbretëri ku mbreti i ndron rregullat, si pra është tipik, ka krijuar një organizatë. Po të paktën kjo funksionon, po OKB-ja ka prej disa vitesh që as nuk zgjidh, as nuk parandalon. Atëherë kjo nuk funksionon fare, kjo është një organizatë. Edhe pse kanë nxjerr, fjala vjen Putinin, e ka shpallur, le të themi, qoftë edhe Netanyahu, i ka shpallur të dy të paktën gjykata pranë OKB-s kanë nxjerrë mandat arresti. Nuk është gjykata pranë OKB-s, është një gjykatë e OKB-s. Gjykata e OKB-s nuk ka të bëjë me Këshillin e Sigurimit të OKB-s, pra janë dy gjëra të ndryshme, të mos i ngatarrojmë, sepse krijohet ideja sikur OKB-ja është ajo që ka vendosur këtë, dhe ndërkohë që Rusia është antar e Këshillit të Sigurimit me drejta të plota, pra e përhershme, pra. Janë dy gjëra të ndryshme. Gjykata është komplet tjetër. Dakor. Kombet e Bashkuara. Ideja është që janë institucione që nuk po zgjidhin asgjë. Kombet e Bashkuara janë institucione të cilat nuk bëjnë detyrimin me forcë, pra kanë një vendim që po bëhet me vendim të Këshillit të Sigurimit kur bëhet detyrimi me forcë, pra kur gjërat detyrohen të bëhen me forcë, ka ndodhur disa raste dhe ato obligojnë shtetet pjesëmarrësen tonë që të çojnë forca ushtarake për të bërë këtë implementimin e asaj që ka vendosur me forcë, por kryesore Kombet e Bashkuara nuk funksionojnë bazë saj. Kombet e Bashkuara funksionojnë kryesisht mbi bazën e mbikëqyrjes dhe mbi bazën e pranimit të vendimit. Dhe deri më sot Kombet e Bashkuara në Palestinë kanë funksionuar, kanë qenë ato të cilat kanë mbajtur gjallë me financimin e tyre njerëzit me bukë, kanë mbajtur gjallë energjinë elektrike, kanë mbajtur gjallë shkollat me pagesë,
Pra nuk janë mbajtur kusht tjetër gjallë, janë Kombet e Bashkuara dhe këto organizata, Kombet e Bashkuara duke qenë se evidentuan genocidin, pastrimin etnik dhe fashizmin e shtetit fashist Izraelit ndaj popullatës të pambrojtur civile në Gaza, popullatës palestineze, tashmë këto organizata u konsideruan organizata të jashtëligjshme në Izrael. Dhe Izraeli i përzuri, një pjesë tyre edhe Amerika i ka konsideruar tilla. Dhe për këtë arsye, kjo u bë për të mbuluar genocidin e Izraelit, pra sepse po vërtetohej 100% genocidi, terrori dhe fashizmi i shtetit Izraelit në bashkëpunim me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe gjithë NATO-n së bashku kundër një popullsie të pafajshme, autoktone në vendin e tyre. Jo, ajo që po ajo çfarë Trump do të bëj nuk ka të bëjë me zëvendësimin e kësaj, ka të bëjë me largimin e kësaj dhe legjitimimin e këtij genocidi dhe këtij pastrimi etnik i cili do të vazhdojë nëpërmjet kësaj organizate. Sepse kjo organizatë jep të drejtën Trumpit që në mënyrë ndërkombëtare të marrë toka, të blej toka, të posedoj toka. Pra, atë çfarë Trumpi tha që do ta ndërtojë atë, ai do ta ndërtojë këtë rivierën atje. Nëpërmjet këtij bordi do ta ndërtojë këtë rivierën, sepse palestinezët do të largohen nga territori atje. Dhe për të larguar do përdoren të gjitha metodat dhe mënyra siç po vazhdon. Aktualisht palestinezët po largohen atje me grupe të vogla, me avion të paregjistruar, po fluturojnë drejt vendeve të Afrikës. Pra po i çojnë atje. Dhe për këtë arsye tashmë është një plan i mirëfillt kjo, në cilin janë bashkë dhe Bashkuara e Amerikës, Izraeli, Turqia, Egjipti, gjitha vendet e tjera duan t'i largojnë palestinezët, po jo në vendet të mos i largojnë drejt Sirisë, drejt Jordanisë, drejt Egjiptit, sepse atje pastaj ato do shkaktojnë probleme dhe rrëzojnë qeveritë atyre vendeve që janë qeveri vasale të Bashkuara e Amerikës dhe kryesisht janë vasale ndaj Izraelit, por duhet të largohen nëpër vende të tjera të cilat nuk i prishin punë Izraelit dhe Amerikës. Dhe ndërtojnë edhe Republika e Shqipërisë. Për këtë arsye është bërë edhe marrëveshja e vendimit që Turqia i ka dhuruar Shqipërisë një aeroplan i cili përdorej nga një aeroplan civil, i cili përdorej më parë nga Air Albania me 150-160 pasagerë, vende pasagerësh, dhe ky aeroplan nuk është regjistruar si aeroplan civil i Republikës së Shqipërisë, po i është dhënë si pronë Ministrisë të Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë. Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë në të gjithë kushtetutët e Republikës së Shqipërisë e ka të ndaluar të kryejë veprimtari civile me mjetet e saj ushtarake. Pra në këtë moment aeroplani, pavarësisht se është për fluturime civile, është konsideruar mjet ushtarak. Dhe është bërë kjo në mënyrë që ky aeroplan të përdoret nesër për këto fluturime të këtyre palestinezëve si veprimtari ushtarake, në mënyrë të kur e përdor si veprimtari ushtarake nuk e regjistron në asnjë vend këtë fluturimin dhe nuk jep llogari askujt sepse është sekret ushtarak, fluturimet ushtarake. Dhe nuk jep llogari askujt se kur hyn, ku dalin, ku shkon ky avion dhe çfarë sjell ky avion dhe çfarë çon ky avion. Pra gjitha kjo është një plan i mirë organizuar, i pirë menduar, në cilin është futur edhe Shqipëria si pjesë e këtij grupi fashist të kësaj veprimtarie antinjerëzore në Gazë. Netanyahu nuk e ka pranuar Dritan, në Davos do jetë vetëm presidenti Herzog, Netanyahu nuk do marr pjesë. Sepse Netanyahu nuk do marrë, pra ne duhet kuptoni gjë, Netanyahu nuk do marrë pjesë në Davos, Netanyahu është një person në kërkim ndërkombëtar. Dhe që të shkojë Netanyahu në Davos, duhet në radhë parë të jepet miratimi për të kaluar me avion mbi disa hapësirë ajrore të Evropës. Dhe disa vende të Evropës nuk e lëshojnë atë hapësirë fluturimin, kështu që ai nuk mund të shkojë atje. Pra duke qenë se nuk mund të shkojë atje, për të mëluar të që është një person në kërkim ndërkombëtar, pra një kriminal lufte. Dhe që njerëzit mos të merren që ky është një kriminal lufte, Netanyahu bëjnë këtë sepse problemi është të kontrollosh informacionin. Kush kontrollon informacionin fiton luftën. Aktualisht informacionin në perëndim e kontrollojnë zionistët, pra anglozionistët, fashizmi anglozionist, dhe ata e bëjnë këtë nëpërmjet narrativave që krijojnë. Dhe kjo është narrativa që ata krijojnë, që hedhin këtë që ne nuk e pranojmë këtë dhe Netanyahu për shkak se pranon këtë nuk shkon këtë. Jo, po nuk ka të bëjë sepse kur di shkon presidenti i një vendi, automatikisht pra ti e ke pranuar këtë. Në momentin që shkon presidenti ti e ke pranuar sepse në fund të fundit është presidenti ai që firmos. Argumenti që përdoret është që Netanyahu është kundër prezencës së Turqisë. Ajo është një lojë midis Turqisë, Amerikës dhe Izraelit, dhe po bëhet një lojë e ndyrë dhe poshtër, dhe turqit po lozin në këtë lojë në shërbim të Izraelit, ashtu siç kanë bërë në 2 vjet genocidin në Gaza që ndihmuan Izraelin, nuk lanë çdo lloj ndihme të mundshme i dhanë Izraelit, pra vetëm se nuk i dhanë armatime. Vetëm ajo mbeti pa ju dhënë, gjithë pjesën tjetër ja dhanë. Dhe tashmë po bëhet loja për të krijuar idenë te Hamasi që turqit janë kundër izraelitëve dhe nesër turqit të bashkëpunojnë me izraelitët dhe turqit arrin të mësojnë ku janë tunelet, ku është armatimi, ku qëndrojnë komandantët dhe këto të dhënat ju japin izraelitëve sepse në bordin e paqet nuk ka asnjë gjë që ndalon Izraelin të sulmojë vendodhjen e armatimit ose të grupeve të armatosura të tjera në Gaza. Pra në çdo kohë, edhe pse ky bord ekziston, edhe pse ky port mund vendoset nesër,
Sërish Izraelit ka të drejtën të sulmojë në çdo kohë dhe paralel me këtë bord do të vendoset edhe një forcë armatosur. Fatmirësisht në miratimin që ju bë këtij bordi sipas rezolutës 2803, kjo forcë armatosur nuk do të jetë pjesë e këtij bordi. Pra kjo forcë armatosur nuk do të menaxhohet dhe monitorohet nga ky bord, por do të menaxhohet dhe monitorohet nga Kombet e Bashkuara. Sepse fatkeqësisht i kishin dhënë Tranit edhe këtë një ushtri private të thjen, pra do ishte Bërnami. Dhe kjo forcë armatosur që duhet të shkojë nga disa vende të ndryshme që duan të marrin pjesë në këtë, sepse do të jetë forcë në kuadër të OKB-s. Nuk ka asgjë të përcaktuar, pra cili është, sepse ti që për të çosh një forcë, më parë duhet të përcaktosh qëllimin e kësaj force. Pra cilat janë qëllimet dhe detyrat e kësaj force. Nuk ka asnjë detyrë as qëllim. Pra në rast se nesër fillojnë luftimet midis Hamasit dhe Izraelit. Cila është detyra e kësaj force? Nuk ka asgjë të përcaktuar, nuk ka asgjë të shkruar, nuk ka asgjë që thotë çfarë do bëjnë tani në rast se mbesin midis këtij zjarri. Çfarë do ndodhë me këta? Do sulmojnë Izraelin apo do sulmojnë Hamasin? Apo do të rriqen? Pra, është gjithçka e paqartë dhe gjithçka po bëhet vetëm në shërbim. Dhe loja që bëhet me Turqinë është që Turqia të bëhet partneri besueshëm i Hamasit, në aspekt që të krijohet ideja se këta janë kundër Izraelit dhe këtyre ju besojnë pafundësisht. Dhe në moment që këtyre ju besojnë pafundësisht, këta pastaj vazhdojnë avazin e vjetër që kanë dhënë që të shesin gjithnjë për hatër të Izraelit dhe për hatër të Amerikës. A mund të përdoret ky bord paqe dritan për zgjidhur situatën në Ukrainë, fjala vjen që është vatra e dytë? Nuk besoj që do përdoret për të shitur duke qenë se është ftuar dhe Putini Kina e ka pranuar, e ka pranuar ftesën e Trumpit. Për ta pranuar e kanë pranuar edhe turqit, edhe rusët. Pra si ftesë e kanë pranuar. Po do marrin pjesë apo s'do marrin pjesë, të dyja palët që do ta studiojnë. Jo, Kina ka të paktën unë duhet ta kem aty, Kina ka pranuar që ja ku jemi, edhe vinin vajtit. Kina bashkohet me është ftuar, po. Po pra shfaim, po. Të dyja palët janë ftuar dhe të dyja palët kanë thënë publikisht që ftesën e kemi marrë. Po. Dhe do ta shqyrtojmë. Kjo është një mënyrë diplomatike për të thënë që neve nuk marrim pjesë në të. Pra po jemi at resolving global conflicts. E di pse them dritan, sepse ka një gjë, vendimet në këtë, se unë e lexova pak a shumë edhe atë draft statutin e kësaj organizate, po themi, vendimet merren me shumicë të thjeshtë. Pra, nëse fjala vjen te Këshilli i Sigurimit, bëhet pengesë vetoja e një shteti, në këtë kontekstin e ri dhe në këtë organizatën e re, vendimet merren me shumicë thjeshtë. Ose thuhet po, ose thuhet jo. Po ka një gjë, e ke lexuar, po duhet të kishe lexuar edhe një pikë e cila është më poshtë. Edhe thotë që pavarësisht se vendimet mund merren me shumicë të thjeshtë, pra çdo antar ka një vot, në fund kryetari i bordit, i cili është mbreti, pra Trumpi, mund ta rrëzojë vendimin edhe vendos ai. Pra e prish vendimin ai. Pra ai ka të drejtën ta prishë vendimin e gjithë antarëve, edhe kur ai është unanim. Dakor. Ore, kjo është ekskluzive e Trumpit, jam me ty. Po themi që po unë po them që kjo po kjo nuk e zëvendëson në OKB, në këtë mënyrë nuk e zëvendëson në OKB, pra është e njëjta gjë, pra edhe në OKB del një antar edhe nuk ta miraton dhe nuk miratohet, edhe këtu ti ke kryetarin i cili nuk ta miraton dhe nuk miratohet. Pra sërish jemi e njëjta gjë, vetëm sa quhet OKB, kjo quhet bordi i Trumpit. Kryetari këtu është vetëm SBA-ja, kurse te OKB-ja kemi te Këshilli i Sigurimit, pas interesa, po bota nuk është vetëm Amerikë. Jo, dakord, jam dakord, po unë po them që apo shkojmë drejt. Jo, më nuk po shkojmë drejt, sepse fakti që unë nuk mendoj që rusët dhe kinezët do pranojnë të hyjnë të jenë në diktatin e Trump, pra Trumpi do t'i tregojë me këtë gjithë botën se ka bërë në këtë mënyrë që nëse ti pranon, pra unë jam të gjithë pranojnë në diktatin tim. Pra shife edhe kinezët janë nën mua edhe rusët janë nën mua. Unë nuk besoj që rusët ta hanë këtë. Edhe kinezët që të futen në diktatin e Trumpit, pra që ky të vendosi për gjithçka dhe t'i bëj ata të pavlerë. Sepse në këtë mënyrë ky bord po mundohet të mundi këtë multipolaritetin. Për këtë arsye dhe shkriuar, sepse duke i futur të gjithë në këtë bord, edhe kinezët dhe rusët, pra gjithë ata që e mendojnë kundra dhe janë kundra unipolaritetit, automatikisht në momentin që këta hyjnë, atëherë ky multipolariteti për cilin ata po luftojnë, për cilin ata po derdhin gjak rusët në Ukrainë, rikthehemi në unipolaritet. Prandaj them që nuk ndodh. Pra kjo është hilja e Trumpit. Prandaj them e quaj bord mashtrues. Ky bordi është mashtrues për të mashtruar që multipolariteti ta kthejmë brenda natës në unipolaritet. Dhe ti s'ke çfarë, në moment që ti hyn dhe pranon vetë të mbikryesh edhe Bashkët e Amerikës, atëherë sërish jemi gjithë botën e Bashkët e Amerikës.
Dakor, Dritan, pra nuk do të mendon se kjo mund të ketë fuqi nesër tek Unë nuk mendoj që do të ketë fuqi, do të merret Rusisë dhe Ukrainës. Jo, nuk besoj që do të ketë fuqi midis Rusisë dhe Ukrainës, nuk do të ashtu sepse nuk ka se si të ketë fuqi për sa kohë ata nuk janë anëtarë të bordit, pra në rast se rusët dhe kinezët, ose të themi vetëm rusët, pra flasim për Ukrainën, rusët nuk pranojnë që të jenë anëtarë të bordit. Plus kemi edhe vende të tjera të Bashkimit Evropian, të cilat nuk kanë pranuar të jenë anëtarë të bordit, e para është Franca, e cila ka deklaruar qartësisht që nuk pranojnë të jemi anëtarë të bordit, është Polonia, e dyta, dhe mos harrojmë që Polonia është kryesore në çështjen e Ukrainës. Pra pavarësisht të dyre të pathelësore dhe Polonia, biles Donald Tusk bëri një deklaratë ndje shumë interesante dhe shumë domethënëse duke thënë që Polonia nuk pranon të bëhet pjesë e planeve të dyshimta dhe të planeve jo transparente të dikujt tjetër. Pse e bën këtë? Sepse polakët kanë një histori shumë të thjeshtë. Polakët janë i vetmi vend gjatë luftës së dytë botërore ku gjermanët nuk arritën të bënin dot asnjë bashkëpunëtor. Për 4 vjet, gjermanët në luftën e dytë botërore në Poloni nuk arritën të bënin asnjë bashkëpunëtor të nazizmit. Zero. Asnjë. Zero. Interesant. Pra polakët e kanë këtë krenari dhe për shkak se sot ata nuk pranojnë që të bëhen lojë e nazizmit të ri anglozionist. Edhe anglozionist, po sigur përplas me Starmerin Trumpi, po. Kjo është për... Jo, me anglozionizmi ka kaluar, shiko, anglozionizmi ka kaluar në Amerika, jo, nuk ka të bëjë me Anglia. Anglia e ka humbur fuqinë të qenit perandërisë, s'është më perandëri që pas luftës së dytë botërore. Do kthehemi te Britania dhe te Franca. Pra, gjithë ato dhe, plus kemi edhe po dje një deklaratë të hapur për herë të parë ka ndodhur që myftiu i Omanit, pra kryemyftiu i Omanit, po, si më thënë, i bën deklaratë të hapur publike me shkrim, pra ka lëshuar një deklaratë zyrtare që i thot grupeve të armatosura në Palestinë të mos gënjeheni, thot, ju bëj thirrje që të mos gënjeheni nga fjalët e bukura, të mos gënjeheni nga organizatat e bukura, të mos gënjeheni, thot, nga emrat e bukur, të mos gënjeheni nga fjalët e mira, po të vazhdoni ashtu siç keni bërë deri më sot për të rezistuar për çlirimin e Palestinës dhe për çlirimin e palestinezëve nga pushtimi. Dhe kjo është shumë interesante, sepse për herë të parë kemi, pas 2 viteve, pra s'ka vite, gjatë gjithë luftës, gjatë gjithë kësaj lufte, gjatë gjithë genocidit 2 vjet, asnjë nga shtetet e gjirit nuk guxoi të kundërshtonte ose të akuzonte Izraelin për genocid me përjashtim të Iranit. Publikisht, hera e parë ndodh kjo. Pra kjo ndodh hera e parë dhe shumë interesant. Si deklaratë zyrtare e Omanit kjo? Jo, mund të merret deklaratë zyrtare. Shiko, të gjithë myftinit atje janë të miratuara nga shteti. Pra, për herë të parë myftinia kemi. Pas një myftini tjetër asnjë vend i arab nuk ka pas bërë asnjë deklaratë. Zero deklaratë. Nuk lejoheshin të flitej as nëpër xhamia për çështjet e Palestinës. Lërë më të bëj deklaratë. Pra kjo është sinjal, po thua. Pra unë mendoj që kjo është një sinjal i qartë që po jepet, pra nuk po e thot qeveria, po e thot nëpërmjet gojës së këtyre. Pra nuk ka, prandaj them që bordi ka përdasur probleme të mëdha, por do të funksionojë në aspektin burokratik sepse normalisht bordi nuk do të vendoset në Gaza. Bordi ka 2 vendodhje, një është në Egjipt dhe një është në Jordani, pra do të ketë 2 zyra që do të vendosen një atje. Normalisht që të gjithë ta burokratët dhe të gjithë ta automatikisht të gjithë këta do të hynë në këtë bordë, do nga të gjitha palët politike në rubrikën e Shqipërisë, nga të gjitha anët politike në rubrikën e Shqipërisë, do të shihni një miratim të madh të këtij bordi, do të shihni nëpër media një egzaltim të pamas të këtij bordi dhe që Shqipëria arriti një mas të tillë, pra që paratë e popullit i çojë në xhepat e Trumpit, thjesht për të garantuar edhe disa vjet të tjera qëndrimin e Edramës në pushtet, por atyre s'ju intereson të gjithë palëve, ju intereson që të hynë, se ndoshta kapin në një zyrë, diku ose në një karrige në një zyrë dhe marrin një rrok të majme, pastaj se ç'bëhet punë e madhe, s'ka rëndësi. Dritan, ndërkohë në Iran çfarë ndodhi? Në Iran, gjithë ajo tentativa që kishte ndërtuar për të rrëzuar qeverinë në Iran dështoi totalisht, tashmë nuk ka më asnjë lloj proteste, asnjë lloj gjëje. Por kjo nuk do thotë se në Iran tentativat kanë mbaruar për të rrëzuar qeverinë ose për të bërë. Pra do të vazhdojnë sepse është pjesë e asaj çfarë ka bërë Deep State dhe Trumpi është pjesë e Deep State. Pra pavarësisht se dikujt mund t'i pëlqejë dhe dikush mund të jetë gënjur, ashtu siç gënjyem edhe unë edhe shumë të tjerë që menduam se Trumpi nuk ishte pjesë e Deep State-it, por njerëz jemi edhe gabojmë në gjykimin ton dhe unë po ja vërtetoj pse Trumpi është pjesë e Deep State-it. Në vitin 2009, Instituti Brooks është një institut
i veçantë i cili bën vetëm studime të studime të cilat vetëm në rast se paguhen, pra studime vetëm për çështje të pedagonit. Pra nuk bën studime që mund të shkojë diku të bëjë studime ose bëj studime vet. Pra studime të parapaguara. Dhe një nga këto studime, Instituti Brooks ka bërë një studim i cili e quan Which Path to Persia. Pra, cila është rruga për në Persi. Po. Pra unë i ftoj të gjithë shqiptarët që janë interesuar të hynë në Google dhe të shkruajnë në anglisht Which Path to Persia, do dalë atje, strategji dhe ju del është PDF, mund ta shkarkoni dhe ta shihni. Ta lexoni. Dhe atje do të shihni që ka disa kapituj. Ka disa pjesë, pa janë 3 ose 4 pjesë, secila pjesë nga 3-4 kapituj. Ajo çfarë ka ndodhur është në pjesën e dytë të saj, në kapitullin e 5, thotë që në kapitullin e 4, në pjesën e dytë të saj, ka një titull i cili thotë që duhet të sulmohet Irani. Dhe sulmi ndodhi në 2025. Po, në qershor. Dhe në kapitullin e 5 thotë sulmin do ja lëm Bibi Netanyahut. Pra, në 2009 është përcaktuar që sulmi t'i lejohet, kështu thuhet. E ka të shkruar. Do ja lëm, pra Iranin do ja lëm Bibit, sepse Benjamin Netanyahu, Milejkovski, shkurt thirret Bibi. Për ata që e njohin që kanë misinë në rrethin e ngushtë. Edhe atje thotë që kapitulli thotë ja lëm Bibit, pra Iranin. Dhe ata ja lanë Netanyahut në 2025 në cili goditi Iranin dhe u bë lufta meditore. Nuk u arrit rënja e pushtetit. Në kapitullin e 6 thotë në rast se pas kësaj nuk ndodh rënja e pushtetit. Pra, pas kësaj që bën Bibi Netanyahu, atëherë çfarë do fillojmë? Do krijojmë një Velvet Revolution, thotë. Pra, Velvet Revolution është midis tyre revolucioneve vjollës, pra revolucioneve roz, që këta bën, por duke qenë velvet, pra do jetë edhe Mavi do jetë edhe i përzier me sulmet armatosura me shupra, ajo që ndodhi në këto 17 ditë në Iran. Është diçka e paremruar, po thua. Po. Në momentin që kjo nuk ndodh, thotë, pra, e shpjegon se si duhet ndodhi gjithë organizimi, dhe në momentin thotë që kjo dështon. Atëherë do kalojmë thotë dhe thotë kalon kapitullin e 7, kalon kryengritje të armatosur të minoriteteve në Iran. Që minoritetet janë kurdët, baluçët, azerët e gjitha tjetër, t'i nxisim, t'i armatosim dhe ato do bëjnë kryengritje për shkëputje nga Irani. E qartë. Dhe në momentin që këto hynë, thot, në këtë kryengritje, atëherë, në momentin që këto ngrihen në kryengritje të armatosur, atëherë neve ndryhim ushtarakisht, pra. Hymë ushtarakisht dhe godasim Iranin në ndihmë të kësaj kryengritje. Dhe në momentin që të hynë në këtë, vim në kapitullin e 8 dhe thot grusht shteti. Pra, duke qenë se ti e dobëson Iranin, duke futur në këtë luftë të brendshme, plus edhe i godet atëre të paguhet, të arrihet të paguhet foqi ushtarake brenda, pra general se që në mënyrë që këta të bëjnë një grusht shteti dhe ne të përkrajmë të grushtin e shtetit. Pra, kjo është bërë në 2009. Në 2009 Trumpi nuk ishte as në agjendat e bërjes së president. Pra, në 2009 kemi George Bushin, kemi këta, pra ishte deep state. Thua që dhe ky deep state, pra kjo vendimarrje e këtij deep state. Vazhdon, pra Trumpi vazhdon atë çfarë është vendosur në 2009. Pra kjo e bën Trumpin pjesëtar të këtij deep state. Pra antarët e deep state që vazhdon bën detyrat e deep state, pavarësisht se këtë hiqet thonë s'kam lidhje me deep state, unë do ta rrezoj deep state-in. Ky është një mashtrim total politik që njerëzit e hëngrën me shumicë. Dritan, po të rrim tek skenari se shumë interesant. Pra, pas dështimit të këtyre protestave do të shkojmë tek kryengritje të armatosura sipas atij skenari. Kjo ka filluar për arsye sepse në në Emiratet e Bashkuara para 2 javësh janë mbledhur përfaqësues të këtyre minoriteteve, të cilat jetojnë jashtë Iranit dhe kanë këto shoqatat e tyre që kanë ngritur, pra në minoriteteve, dhe janë mbledhur atje në Emiratet e Bashkuara. Po, në Emiratet e Bashkuara janë mbledhur, në Dubai ka qenë mbledhja, ka zgjatur 4 ditë dhe atje ju është propozuar atyre, ju është kërkuar pra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Izraeli, ka pasur përfaqësues izraelit në këtë mbledhje, ju është kërkuar që të gjitha këto palët të bëjnë një draft kushtetut për shtetin e tyre, pra për minoritetin që ata mendojnë, dhe do kenë mbështetjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës, të Izraelit dhe gjithë perëndimit në këtë. Pra ka nisur procesi i bërjes së draft kushtetute dhe daljes së këtyre grupave, do dalin këto grupe. Irani duket si Jugosllavia, Dritan, apo Irani nuk është si Jugosllavia, në kuptimin e pra Irani nuk është si Jugosllavia, është federata. Jo, Irani nuk është federatë, është shtet unitar, nuk është federatë.
Irani është shtet unitar, nuk është federat. Ka disa minoritete më i madhat janë kurdët, cilët janë vetëm 10 milion banor, pastaj minoritetet e tjera janë pothuajse të papërfillshme. Pra, në raport me poliциnë Iran, do minoriteta arrin përveç kurdëve që kanë 10 milion, pra arrin gati 1% të popullatës. Pjesa tjetër janë poshtë 1%, pra nuk është se janë kanë rëndësi në aspektin e sasisë, po kanë rëndësi në aspektin e sigurisë, pra mund të krijojnë probleme çështje sigurisë, pra në vendin e rajonit. Po i fryhet kryengritjeve të armatosura që të justifikohet nesër ndërhyrja ushtarake, pra goditja ushtarake ndaj regjimit. Sepse aktualisht dështoi ai që ishte revolucioni, pra Velvet Revolution, pra revolucioni roz, një lloj pranvere dhe në aspektin që ti dështoi shumë shpejt, pra nuk ja priti mendja që mund dështonte shumë shpejt. Ata prisin që të zgjaste pak, dhe në momentin që zgjaste pak, pastaj të justifikonin ndërhyrjen ushtarake. Kryengritja dritan, fjalave marrim Kurdistanin. Kryengritja do lidhet me faktin që fjala Kurdistani në Iran do të kërkojë pavarësi në raport me midis viteve në fund të viteve 80 dhe deri nga mesi viteve, deri nga viti 1994, diku Kurdistani ka bërë një 10 vjet luftë me Iranin. Pra, ka pasur grupe të armatosura të cilët kërkonin shkëputje nga Irani. Pra nuk është gjë e re. Ka ndodhur, ka luftuar dhe më pas asaj 10 vjet luftë, ata ranë dakord që dorëzohen armët, gjitha grupet, dhe ranë dakord që të formonin parti politike, dhe sot janë pjesë e procesit politik, kanë parti politike, kanë përfaqësues parlamentin iranian, pra votojnë, pra kanë kaluar totalisht në një proces politik. Ata që nuk pranuan, ata ikën, u larguan dhe janë këta diaspora që kanë mbetur jashtë dhe që takohen tash në Dubai dhe që duan nisin të pranë. Nuk është se është mbytur atje. Pra u mbyt me dhunë, Irani fitoi nga ana ushtarake, normalisht sepse kishin bëjnë me një shtet ato ishin me grupe të vogla. Por nuk është se u mbyll totalisht dhe nuk ju la asnjë hapësirë. Pra u bë një takordsi e ditë, ajo takordsi ka vazhduar dhe vazhdon edhe sot. Pra ata kanë përfaqësues të tyre, kanë parti politike të tyre, të cilat janë parti politike, jo partitë politike të Teheranit. Janë parti politike të tyre të vendosur të zhvilluara në Kurdistan, pra ka parti me qasje nacionaliste kurde, pra nuk janë ndaluar edhe partitë me qasje nacionaliste kurde, po brenda kushtetutës iraniane, pra funksionojnë brenda kushtetutës iraniane. Prandaj që këto grupe duhen për të krijuar idenë që ka luftë armatosur atje, dhe në momentin e kësaj të justifikohet ndërhyrja armatosur pra nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në mënyrë që më pas këto të shkëputen nga Irani. Këto nuk shkëputen dot, edhe po të duan nuk kanë si shkëputen dot. Kurdët nuk kanë shkëputen dot, janë kufi me Turqinë, pra nuk kanë mundësi nga marrin ndihmën ushtarake, pra është shumë e vështirë. Pra, për të marrë këtë ndihmën ushtarake që të vazhdojë një kryengritje të gjatë në atë kohë, kur kjo ka ndodhur, Turqia ishte aleat totalisht. Pra edhe atëherë ishte pjesë e NATO-s dhe kryesisht ndihmën e merrnin nga Turqia, e merrnin nga Azerbajxhani, e merrnin nga Rusia, sepse edhe Rusia gjatë luftës së totë ishte kundër Iranit. Pra, kurse tashmë nuk kanë nga ta marrin, pra është një problem. Pra, problemet janë shtuar, nuk janë më ato që kanë qenë, pra nuk janë ato pozicione që kanë qenë. Lexova që vazhdojnë të mblidhen dhe të grumbullohen afër apo përreth Iranit sërish avion apo mjete luftarake, po afrohet edhe ajo luftania Ford, Gerald Ford, pra po vazhdon grumbullimi apo përqendrimi i forcave ushtarake të Shteteve Bashkuara të Amerikës rreth Iranit. Çfarë do të thotë kjo? Si ta lexojmë? Nuk kemi vetëm përqendrim të forcave të Shtetit Bashkuar të Amerikës, kemi përqendrim të gjithë NATO-s rreth Iranit. Si të gjithë NATO-s? Të gjithë NATO-s. E para Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë dërguar kanë rritur një luftanie atje, pra një aeroplan mbajtëse ose një nga ato që quhet grupi zjarrit, pra një grup goditës detar, i cili udhëhiqet nga një aeroplan mbajtëse, e cila ka ardhur nga deti i Japonisë, ajo ndodhet aktualisht në detin e Arabisë. Do të jetë aeroplan mbajtësja George Bush, edhe këtë është nisur aeroplanet e mbajtësja Ford, e cila duhet të mbërrinë në fund të javës ose në fillim të javës që vjen, mbërrinë edhe ajo në ato territore. Në fund të javës ose në fillim të javës që vjen? Po, duhet të mbërrinë ato territore. Me ritmin që po ecën, pra në rast se nuk ndodh diçka ose diçka tjetër. Dhe bëhen dy grupe goditëse, plus Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë lëvizur avion të ndryshëm, kanë çuar rreth zonave në afërsi, plus edhe ka kërkuar të gjithë anëtarëve të NATO-s që kanë kapacitete dhe në këto 4 ditët e fundit ka pasur fluturime të avionëve Eurofighter gjerman, francez dhe britanik, të cilët janë vendosur në 2 baza. Një pjesë janë vendosur në bazën e Akrotinit në Kipro, kurse një pjesë tjetër janë vendosur në bazën e Al Sultan në Jordani. Pra, pavarësisht retorikës që
evropianët kanë në kuadër të Groenlandës me Trumpin, kur vjen puna te Irani, ata janë bashkuar sërish me Trumpin për të sulmuar Iranin, pra po marrin pjesë në këtë sulm. Normalisht europianët nuk do të bëhet pjesë absolutisht NATO komplet. NATO. Edhe Europa në rastin e Europa, NATO, ne po themi në kuadër të NATO, pra nuk është bërë në kuadër të Evropës, por në kuadër të NATO-s kjo. Pra gjithë NATO po merr pjesë aty me përjashtim të Turqisë, e cila nuk ka lejuar përdorimin e hapësirës saj ajrore kundër Iranit këtë aspekt. Normalisht që avionët e NATO-s, pra NATO nuk do të përdoret për të sulmuar Iranin, por do të përdoret në aspektin e mbrojtjes ajrore. Pra aspekti i mbrojtjes ajrore që raketat që Irani do lëshojë, këta do mundohen të azisojnë në ajër, pra të bëjnë të njëjtën gjë që bën edhe radhën e parë në luftën Iran-Izrael. Pra e njëjta gjë. Për këtë arsye do të përdoren. Pra jo për të sulmuar direkt Iranin. Po janë pjesë e këtij koalicioni që po ndërton Shtetet Bashkuara të Amerikës të pashpallur për të sulmuar Iranin. Por në të njëjtën kohë kemi edhe lëvizje, mund të kemi goditje nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mund të kemi goditje tani afër apo? Po, unë mendoj që do ketë goditje afër për arsye sepse ka pasur edhe lëvizje të shumta nga pjesa tjetër të cilat janë aleat pra të Iranit. Vetëm në 54 orët e fundit. Pra në këto 54 orë fundit që flasim, nga Rusia kanë zbarkuar në Iran 5 avion luftarak, 5 avion transporti strategjik rus, cilët kanë sjell pajisje ushtarake, armatime, se di çka kanë sjellë, pra janë ulur në baza ushtarake iraniane dhe ajo që është interesante është se 16 avion të transportit strategjik ushtarak kinez ka pasur në këto 54 orë në drejtim të Iranit. Njëri është ulur pak para 30 minutash, diçka 45 minutash. Është ulur i fundit. Dhe nuk kemi pasur as gjatë luftës as gjatë atyre 12 dhe as më njëherë pas atyre 12 ditëve nuk ka pasur një fluks kaq të madh fluturimesh nga ana e Kinës dhe Rusisë në drejtim të Iranit. Fakti që ata po bien tashmë me ngut, pra gjithë do të thotë që duhet të kenë të dhëna që amerikanët po përgatiten për një goditje dhe kjo goditje do të jetë e afërt dhe për këtë arsye po çojnë materiale të ndryshme të cilat mund të shërbejnë për të përballuar këtë goditje, pra sepse duhet kemi gjë parasysh. Nuk bëhet llaf që edhe në rast, pra, në çdo lloj goditje që Shtetet Bashkuara të Amerikës i bëjnë Iranit, nuk bëhet llaf që Irani të ndalojë goditjen. Pra nuk bëhet llaf që Irani bëhet llaf që Irani të rezistojë goditjes. Sepse kapacitetet e Shtetit Bashkuar të Amerikës për një goditje disa ditore janë më të mëdha se sa Irani. Dhe ata arrin ta godasin. Pra, gjithçka që bëhet që ti të arrish të rezistosh kësaj goditje, jo në aspektin që ti të neutralizosh gjithë goditjen. Ti nuk e neutralizon dot goditjen. Por ama arrin ti rezistosh goditjen në mënyrë që një pjesë të goditjes ta bësh të paefektshme dhe dëmet që shkakton goditja më pas të jenë sa më shpejt të zëvendësueshme. Pra për këtë bëhet e gjitha, nuk bëhet llaf që ti ta neutralizosh goditjen të, nuk e neutralizon dot. Edhe po të dojë nuk e neutralizon dot. Edhe sikur të hyjë gjithë Kina dhe Rusia bashkë, ai goditja ndodh, pra këtoni. Pra kjo është ideja. Thjesht të amortizoj goditjen amerikane ndaj Iranit. Po sa e komplikon nuk e komplikon prania e avionëve rus, avionëve kinez, e mbështetjes së hapur ruse dhe kineze, ndërkohë që nga ana tjetër ju sapo thatë që do kemi dhe avion gjerman, avion francez, avion britanik që janë poshtë vendosën drejt asaj zone. Si e projekton nesër një konflikt të mundshëm? Nuk ka asnjë konflikt të mundshëm. Konflikti është midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit. Do të vazhdojë midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit. Mund të hyjë edhe Izraeli, mund mos hyjë Izraeli, pra varet në këtë se si e kanë vendosur amerikanët, sepse është çështje vendimmarrje në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por nuk ka për të pasur një konflikt midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Kinës, midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Rusisë për shkak të Iranit. Pra, Rusia dhe Kina janë duke fuqizuar Iranin që të përballojë dhe amortizojë këtë goditje amerikane. Pra përplasja është midis Amerikës dhe Iranit. Jo, e qartë ajo. Nuk ka për të pasur asnjë përplasje, është e njëjta gjë që po ndodh sot në Ukrainë. Pra gjithë Amerika, gjithë NATO po çon armatim, municione në Ukrainë, po nuk kemi një përplasje 4 vjet midis Rusisë dhe Amerikës ose NATO-s. Jo, pra e njëjta gjë është. Edhe këtu koncepti, pra zëvendësoni Ukrainën me Iranin, pra për të krijuar idenë se çfarë po ndodh. Pra Ukraina po përdoret atje për të dobësuar Rusin. Kurse këtu Rusia dhe Kina po përdorin Iranin për të dobësuar Amerikën. Irani është Ukraina e shërbas. Me një ndryshim që Ukraina u nxit për këtë, kurse Irani nuk u nxit nga Kina dhe nga Rusia. Pra Irani po sulmohet në këtë aspekt.
nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. E qartë. Pra këtu është dëshimi, por në këtë aspekt në kalkon çfarë po ndodh është thjesht identike. Këtu Ukraina, këtu Irani. Pra kjo është dhe nuk ka për të pasur asnjë lloj ndryshimi tjetër në aspektin global që do të kemi një përplasje më të madhe. Nuk zgjerohet përplasja. Pra do të mbetet rajonale në atë aspekt, por kjo njërës parë këtu intereson të dobësoj Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë aspekt të tregoj fuqi, të dobësoj dhe ta tregoj që është e pafuqishme ushtarakisht, e pafuqishme politikisht, pra, dhe e pa aftë nga ana strategjike dhe nuk ka kapacitete që të bëjë një luftë. Pra, ajo çfarë bën është vetëm ndërhyrje të tilla ushtarake në formë ajrore, kaq që ka kapacitetin. Kapacitetet të tjera Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë, janë zero, nuk mund të bëjnë pushtim ose diçka tjetër. Nuk e njohin atë opsion. Këtasaj, mund të bëjmë pushtime për ishujt vegjël si Granada, si këto. Mund të pushtojnë nesër Diego Garcia, në cilin e kanë të pushtuar, pra ishullin Diego Garcia. Ata mund ta pushtojnë nesër. Ja, do të diskutojmë direkt. Dhe mund të pushtojnë edhe Groenlandën nesër. Patjetër, pasi kanë bërë gati trupat për ta pushtuar Groenlandën. Shtetet Bashkuara kanë bërë gati trupat? Trupat i kanë bërë gati edhe për të pushtuar Groenlandën, për të çuar në Groenland. Vetëm po pret Trumpi po pret atë përgjigjen se çfarë do të japin europianët. Dhe europianët janë në këtë lojën që po ta diskutojmë pak Groenlandën dritan se nga pikpamja ushtarake flas dhe çfarë pasojësh do të ketë kjo për rendin aktual botëror ku sipas disa komentuesve vihet ndyshim me ardhmja e NATO-s, vihet ndyshim rendi ose arkitektura e drejtanisë botërore. Edhe Lavrovi e tha sot, ëh. Shiko, le të heqim deklaratat politike çfarë thon Lavrovët, Putinët, Xi Jinping ose disa udhëheqës tjerë të parëndësishëm të Evropës. Pra, ato janë deklarata politike që bëhen me qëllime për të nxitur media, çështje tjera, idera tjera, pra nuk ka të bëjë. Normalisht, do të kemi një parasysh, NATO është Shtetet Bashkuara të Amerikës. NATO nuk është as Shqipëria, as Maqedonia, as Greqia, as Turqia, as Danimarka, as Finlanda, as vendet balltike. Ne nuk jemi NATO. NATO është Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zgjerimi i NATO-s pas vitit 1999 është vendimarrje e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jelcini ul në vitin 1990 në tavolinë me Shtetet Bashkuara të Amerikës me George Bushin senior dhe ju premtua që nuk do zgjerohet, pra nuk ul Evropa. Nuk ul sekretari i përgjithshëm i NATO-s, sepse atëherë kishte një sekretar përgjithshëm i NATO-s. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s nuk ekziston fare në këtë pikturë, pra merrni ndaç fotografinë, ndaç filmimin, ndaç pikturën. Nuk ekziston askund sekretari i përgjithshëm i NATO-s në këto biseda. Ekziston biseda midis presidentit amerikan dhe presidentit rus, ku amerikani premton që nuk do kemi zgjerim të NATO-s. Dhe pas 99-s, edhe atëherë, po. Pas 99-s filloi zgjerimi i NATO-s. Dhe zgjerimi i NATO-s ishin vendimarrja të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe jo vendimarrja e NATO-s. Janë ato që vendosin se kush hyn në NATO, ashtu siç vendosen edhe për Shqipërinë, që hyn 2009. Nuk plotsonim asnjë kusht, nuk plotsojmë asnjë kusht, por jemi pjesë e NATO, sepse është vendimarrje politike për nevoja strategjike të Shtetet Bashkuara të Amerikës. NATO janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në çfarë lloj operacioni që NATO ka marrë pjesë? Pa prezencën e Shtetet Bashkuara të Amerikës, NATO ka dështuar dhe nuk ka mundur. Kur nisi operacioni në Libi, më pas me qartën 2011, çdo kush mund të hyjë në Google dhe ta lexojë dhe të shohë. Pas 2 javësh, evropianët morën përsipër në NATO, në komandën e NATO-s, në Mons që do ta bënin vetë operacionin, pa ndihmën e amerikanëve. Dhe nisën operacionin. Pas 2 javësh mbetën pa bomba. Pas 2 javësh mbetën pa mundësi furnizimit të avionëve në ajër. Pas 2 javësh mbetën pa mundësi marrjes të objektivave strategjik për të goditur objektiva strategjik, të zbulimit strategjik. Dhe pas 2 javësh i kërkuan në mënyrë të turpshme, sepse detyruan pasaj të hanin atë që kishin bështyr, thanë i kërkuan ndërhyrjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës dërguan bomba dhe avion furnizues edhe avion zbulues. Dhe arritën të mundin Kadafin, sepse nuk arrinin dot të arrëzonin Kadafin. Pra, pa prezencën e Amerikës nuk ka NATO. NATO është Amerika. Në momentin që Amerika vendos thotë ne dalim nga NATO, atëherë s'ka NATO. Përsa ko Amerika nuk e thot atë, NATO do të qëndrojë. Nuk ka për të pasur asnjë ndryshim në këtë aspekt. Mund të largohen shtetet e tjera, mund të dalin. Ato nuk e prishin NATO. Del nesër Danimarka ose del Shqipëria, Danimarka dhe Shqipëria NATO janë njësoj, kanë të njëjtën vlerë, nuk kanë asnjë. Danimarka ka nisur trupa dhe të kalojmë pak te kjo. Nuk ka nisur asnjë trup. Trupat atëherë do kemi gjë parasysh. Ka një marrëveshje të vitit 1990, në vitin 1951. Për vendosjen e bazave ushtarake në Groenland. Aktualisht aty ka një bazë ushtarake amerikane, totalisht amerikane dhe një bazë ushtarake të përbashkët amerikano-daneze.
Por edhe komanda e kësaj bazës amerikano-daneze është e amerikanëve, nuk është e danezëve. Dhe kjo marrëveshje që ka në vitin 1951, midis tyre ka një klauzolë të veçantë. Pra edhe marrëveshja është publike dhe është në Google. Gjithkush mund ta hyjë dhe ta gjej, vetëm ta kërkojë në anglisht. Pra marrëveshja e vitit 1951 për bazat ushtarake midis Danimarkës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Po. Dhe thotë që Danimarka nuk mund të shtojë ushtar në bazë pa miratimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, kurse Amerika mund të shtojë ushtar sa të dojë në bazë pa miratimin e Danimarkës, pra në Groenland. Që prej 51-shit kjo histori. Prej 51-shit kjo histori. Dhe, por ama thot që shtetet e NATO-s mund ta përdorin territorin e Groenlandës në kuadër të stërvitjeve, por me kohë të limituar. Pra, edhe këto trupa që kanë vajtur nga gjitha këto vende që çuan secili 1, 2, 3, 4, 5, vetëm Gjermania çon ja 13 a 15, pra gjithë tjerë çuan nga 1, nga 2, kështu sa për të thënë, është në kuadër të një stërvitje të cilën e ka programuar qeveria daneze. Stërvitje në Arktik quhet. E qartë. Pra është kuadër stërvitor, jo kuadër qëndrimi permanent, sepse si qëndrim permanent nuk mundesh, sepse nuk e ku qëndron. Pra edhe këto trupa që quan në hotele, nuk i quan në bazë, sepse baza është amerikanëve, nuk të lejohet të futesh asnjë ushtar. Pra nuk vajten në kazermat e bazës, vajten në hotel ushtarët. Prandaj u quan numër kaq i pakë sepse s'ke ku ti çosh, sepse nuk mund të flesh jashtë atje në tenda, sepse shkon temperatura -30 gradë. Me qartë. Pra, kjo është e gjitha ç'a ndodh aktualisht në Groenland. Çfarë do ndodhi dritan se më thej që absolutisht ka një plan për ta pushtuar? Jo, nuk ka një plan, unë nuk di a ka plan për ta pushtuar, di që amerikanët kanë bërë gati që mund ta pushtojnë, false u shpreh. Për të vendosur në Groenland. Pra për të shtuar kapacitetet e tyre ushtarake në Groenland. Aktualisht, në rast se keni parë, e keni dëgjuar gjithë që Trumpi ka dhënë urdhër që 1500 forca, pra e keni lexuar te Twitteri që e kanë nxjerrë, si quhet ajo, se kam X tash më. Po, në X po. Dhe thotë që ka urdhëruar komandën e Alaskës të divizionit të Arktikut. Ka një divizion të forcave arktike që ndodhet në Alaskë, e cila ka urdhëruar brigadën brigadën speciale të divizionit të Arktikut, që bëhet nga 1500 ushtarë, forca speciale të luftës në Arktik. Ata janë të bazuar atje kanë bazën, atje qëndrojnë. I kam urdhëruar atje në gatishmëri se do t'i përdorë në Minnesota kundër protestuesve në Minnesota. Që të përdori forcat armatosura kundër protestuesve në Minnesota i duhet të nxjerrë një akt tjetër. Një akt tjetër, i cili përputhet me kushtetutën, po duhet ta bëj akt dhe ky akti është akti i veçantë që në një zonë caktuar ti e shpall zonë lufte ose zonë që të futesh që të futës ushtrin aty, në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Përgatitja e kësaj force, pra me gatishmëri luftarake, nuk është bërë për Minnesotën. Po është mashtrimi që jepet për Minnesotën, sepse normalisht sepse mediat e kanë kapur se ti kur shef përgatitjen ushtarake të një brigade prej 1500 vetash, çuditesh, por ama kjo është brigadë për luftë në Arktik. Është brigadë speciale e specializuar vetëm për luftë në Arktik, vetëm për luftë në Antarktik, pra në vende të tilla, pra fiks për Groenlandën. Shiko që ka publikuar Trumpi. Po, dhe kjo brigadë aktualisht është e vendosur në Alaskë, pra është e mësuar me të njëjtat kushte që ka Groenlanda. E qartë. Sepse nuk mund marrë një brigadë nga Florida, ku janë 300 ditë diell, ku bie temperatura nuk bie poshtë 20 gradë dhe ta çosh në Groenland, sepse ata nuk mundet të funksionojnë në Groenland, që për shkak të klimës. Pra këtë forcë ka bërë gati. Në momente ka mashtruar se gjoja si ta çojnë në Minnesota, po ajo forca është aktive, është aktualisht e gatshme në gatishmëri luftarake 1500 dhe ata ka urdhëruar forcën që të bëhet gati dhe të jetë e gatshme për të lëvizur çdo kohë. Dhe pret fundin e muajit, në rast se këta nuk dashu, atëherë mund ta zhvendosi pjesërisht atje për arsye sigurie, thotë në bazë sepse ja lejon kontrata që ka vitin 1951 që forcat amerikane në Groenland mund të shtojnë sa do Amerika dhe nuk i më leje Danimarkës. Dhe mund të vendosin në një moment caktuar, thotë për arsye sigurie, unë vendos të çoj këto 1500 forca në Groenland. Edhe nuk ka kush që ati thotë asgjë. Por duhen këto forca që janë të përshtatshme për atë terren dhe për atë klim, sepse është njëjta terren dhe klim ku ato aktualisht veprojnë dhe ku kanë bazën e tyre në Alaskë. Kurse evropianët po tregojnë idiot të paaftë. Kanë vendosur tarifat 8 vendeve Trump. Atëherë Trumpi thotë që unë po e dua Groenlandën për ta ruajtur se rrezikohet nga Kina dhe nga Rusia. Dakor? Ndërkohë që evropianët tregon që nuk kanë asnjë lloj kapaciteti intelektual,
mendor dhe strategjik. Pra kur europianët flasin për të krijuar një ushtri, ti duhet të kesh një koncept strategjik për krijimin e këtij ushtrie. Fakti që këta nuk mundet të përgjigjen strategjikisht Trumpit, domethënë që këtyre i mungon totalisht mendimi strategjik dhe këta s'mund të bëjnë asnjë forcë kur. Pra çdo kush le ta heqë nga mendja që këta mund të bëjnë forcë ndonjëherë evropianët në vete, pa Amerikën. Sepse aktualisht këta mund të angazhonin edhe këta një brigadë, 2 brigada, 3 brigada, sa i kanë të gatshme dhe duke qenë si thoshin Trumpi po thotë që është Groenlanda rrezikohet nga Kina dhe nga Rusia. Po, ti ke drejt. Hajde ulemi, merremi vesh që ne ti çojmë 10.000 trupa në Groenland që ta ruajnë Groenlandën nga Rusia dhe nga Kina. Pra ti luan me bllofin me Trumpin. Por këta nuk guxojnë ta bëjnë këtë, nuk e mendojnë këtë në mënyrë strategjike, pra ky është mendim strategjik, ata nuk e bëjnë dot të, nuk e arrin dot të, dhe në momentin që se arrin dot të, tashmë i argaviten Trumpit. Unë mendoj që në fund të fundit të gjithë kanë rënë dakord që Groenlandin do e marrë Trumpi. Kanë rënë dakord po thuat? Absolutisht kanë rënë dakord, e kam thënë një herë tjetër kanë rënë dakord, por kjo është loja që ata ju duhet të justifikohen përpara popullit të tyre, sepse ndryshe dalin njerëz, shikoni, është si puna e atij që i hyn në shtëpi dhe i zë gruan. Ja përdon dhe i thua atij tjetër që i vë rrethin mos dil nga rrethi dhe kur ikën ai thotë unë nxora këmbën, po ai s'm pa. Po, e qartë. Pra kjo është edhe puna e këtyre udhëheqësve evropian. Pra tashmë Trumpi ju ka vënë një rreth, i ka futur aty, i ka thënë rri aty ti dhe po ju bën çfarë do qefi aty dhe tash i ta kur Trumpi se ka mendje thon unë nxora këmbën, po Trumpi s'm pa. Pra kjo është ajo që po ndodh me Evropën. Dhe për mos humbur pushtetin e tyre duhet lozin këtë lojë në mënyrë që nesër të thonë që shiko, neve po e lëm Groenlandën sepse ndryshe ne duhet të shbëhet NATO, duhet të shbëhet Bashkimi Evropian dhe për arsye të kësaj sigurie globale, neve më mirë sakrifikojmë Groenlandën se sa të prishemi. Pra kjo do thotë që e kanë bërë marrëveshjen. Absolutisht do dalin. Do ta kemi atë letrën e mesazhin e publikuar të Macronit regjia ku pjesë e kësaj, pra pjesë e kësaj loje është shumë qesharake kjo mënyra se si këta po veprojnë. Europa po thua do ta lejojë që absolutisht nuk e ndalon dot. Europa nuk ka asnjë kapacitet ta ndalojë. Dhe jo vetëm kjo, Trumpi me këtë do marrë të tjera. Aktualisht Trumpi po flet për të marrë Diego Garcia. Diego Garcia është një nga 60 ishujt, pra Diego Garcia është një nga 60 ishujt e arkipelagut që quhen ishujt Chagos. Ishujt Chagos janë 60 ishuj që përbëjnë të ishujt Chagos në vitin 1168, me sa mbaj mend. Duhet ta kem hartën aty regjia të Diego Garcias. Anglia ja bleu këto ishuj Chagos, ja bleu Mauritanisë e këtyre vendeve të tjera për 3 milion pound ja bleu, në 68. 60 ishuj në atë kohë. Dhe këto u quajtën territoret angleze, territoret britanike në Oqeanin Indian. Po. Kështu u quajtën këto ishuj të. Dhe tashmë ka bërë një marrëveshje vjet. Në maj të 2025, Anglia ka bërë një marrëveshje që ishullin e Diego Garcis dhe një pjesë të tyre ishullve t'i rikthehen vendeve, pra t'i rikthehen Mauritanisë dhe këtyre vendeve që ju përkisnin dikur. Kur është bërë marrëveshja vjet 2025, Departamenti i Shtetit e ka përkrahur këtë marrëveshje. Duhet kemi një foto në asnjë regjia për atë. Po, duhet të jetë një foto. Dhe regjia e Departamentit të Shtetit që thot Marco Rubio thotë që ne e përkrahim marrëveshje midis Anglisë dhe që quhet marrëveshja e Chagosit, për shkak të ishujve, për shkak të emrit të ishujve. Që këto ta rimarrin ishujt dhe në atë marrë ja ku është, ja. Po. Shikoni. Kjo është e Departamentit të Shtetit. Pra US Support for UK pra mbështet totalisht prej statement e Departamentit të Shtetit. 22 maj 2025 është bërë marrëveshja që ishulli të rikthehet Mauritanisë. E mirëpriti marrëveshjen historike ndërmjet Pra dhe thotë Marco Rubio, Secretary of State, dakor? Po. Ndërsa tash Trumpi, kjo marrëveshje u bë atëherë dhe duhet të implementohet këto 2 muaj që vjen. Pra, se ka afatin e implementimit marrëveshjes. Po. Në moment që vjen afati fundor implementimit, Trumpi tash i dele thotë që kjo është çmenduri. Po Trumpi ishte në pushtet në maj 2025 kur kjo ndodhi. Dhe në këtë marrëveshje parashikohet që baza e Diego Garcis, pra në këtë ishull. Nga Diego Garcia u nisën avionët për një radhë. Po, baza e Diego Garcis është baza angleze, nuk është baza amerikane realisht. Është bazë që ka qenë që gjatë luftës së dytë botërore. Nuk është bazë amerikane, është bazë angleze. Në Oqeanin Indian. Dhe amerikanët e përdorin këtë bazën angleze atje në Diego Garcia. Dhe në këtë marrëveshje parashihet që thot për 90 thot ishulli i kalon në pronësi Mauritanius, por për 99 vjetët e para ky baza ushtarake i mbetet në përdorim me të drejtat plota Britanisë. Pra nuk po e dorëzojnë bazën. Baza do mbetet aty. Duke qenë se Trumpi thotë ta duan të japin bazën, Trumpi në këtë moment po gënjen.
Pra Trumpi sërish do të bëjë atë që po bën me Grenlandën, do që ta marrë edhe Diego Garcian. Dhe nuk do ta lëshoj. Ta marrë se edhe Bashkuara Kosovës. Absolutisht do ta marrë edhe atë. T'ja marrin Anglisë. Sepse do ta marrë, do të kemi gjë, sepse kjo lidhet me këtë bordin e paqes që diskutuam. Ky grup i isheve që janë grup ishuj turistik, pra atje është mrekulli, pra. Si me qenë Karaibe. Që në Oqeanin Indian, pra është një mrekulli për çështje turizmit. Dhe Trumpi tashmë që ka ardhur në pushtet, tashmë e ka parë se Trumpi po funksionon me mentalitetin e ndërtuesit. E atij biznesmenit dhe e ka parë që ato janë ishuj që ti mund të bësh resorte pafund, resorte të bukura, pa fitimtare dhe ky bordi i paqes me të drejtë ndërkombëtare nga Këshilli i Sigurimit i jep atij të drejtë që ky të ndërhyjë dhe të marrë tokë kudo. Dhe ky mund ta marrë këtë tokën dhe ta përdori për ndërtimet e veta. Me shumicë votash. Absolutisht do ta përdori këtë bord paqe me shumicë votash për ta marrë edhe këtë territor. Dhe do ta marrë këtë ishull me aspekt gjithnjë kapet mbi çështjet e sigurisë. Çështja e sigurisë në këtë ishull nuk cënohet. Sepse është pjesë e marrësh që baza i qëndron, pra bazën e marrin minima, pra për 99 vjetët e para thot, patjetër, pra llogaritë që edhe pas 99 vjetësh mund ta shtosh edhe 100 vjet, edhe 200 vjet tjera marrveshjen për përdorimin e bazës. Pra baza mbetet në përdorim amerikan, nuk cënohet. Po Trump thotë që na duan të japin bazën Mauritius. Nuk ja jep kush bazën Mauritius. Gjitha asetet europiane dritan, jo të Bashkimit Evropian, po europiane janë edhe Chagos Arkipe, Diego Garcia, edhe po jo, nuk janë europiane, i kanë përkitur, nuk janë europiane, mos i ngarojmë gjërat, i kanë përkitur perandorisë angleze. Kanë qenë pjesë të perandorisë angleze, jo evropiane. Jo, dakord. Po e fuz Anglin te ideja e dakord, po ta fuz edhe por baza janë pjesë e perandorisë angleze, e cila filloi të shkërmoqej në 45-ën. Amerikanët e shkërmoqën perandorinë angleze në 45-ën, në fund luftës. Totalisht. Dhe e zëvendësuan me perandorinë amerikane. Po kanë të drejtë europiane të dritanse. Rusia këtej nga Ukraina, SBA-ja në Groenland, Rusia nuk e ka cënuar kur Evropën. Shikoni, historinë e kemi mësuar mbrapsht. Edhe ajo që thonë që ndodhi në 56 në Ukrainë. Nuk ndodhi për shkak të pushtimit rus. Revolta nisi si revolta anti-çifute. Revolta në 56 nisi si revolta anti-çifute në Hungari. Dhe pastaj u përdor nga perëndimi për gjoja revolta antikomuniste, nuk ishte të bënte me antikomunizmin. Kishte të bënte sepse në 56 në Hungari të gjitha pozicionet, përfshi edhe policinë sekrete, e kishin çifutët. Pse kishin çifutët? Sepse kur në marrëveshjen që bëri Stalini me Ribbentropin atko, kur e pushtoi Hungarinë përpara luftës dytë botërore, pra që u bëja marrëveshja përpara, u vendos në KVD-ja. Në KVD-ja ishte çka ka qenë KGB-ja ose çka është FSB-ja sot. Dhe në KVD në atko e menaxhonin dhe e kontrollonin gjithë çifut. Hebrej që ti. Janë çifut hebrej, thonë janë çifut, ata veten e quajnë çifut më Jewish, pse ne duhet të themi s'ka problem. Ata vetë si thon Jewish përkthehet në çifut, pra kur ata veten e quajnë Jewish nuk mendoj që është ofendim as racial as gjë tjetër. Thjesht për pra në aspektin gjuhësor jemi në rregull. Nuk po ofendojmë si popull. Po të kthehemi te në këtë aspekt. Dhe ata nisën këtë veprimtari kundër sepse dhe kjo në KVD-ja u mor në atko u organizuan në Hungari për hesab të rusëve dhe mori të gjithë çifutët dhe i futin në këtë. Dhe të gjithë oficerët, gjithë torturuesit, gjithë vrasësit ishin çifutë dhe ata filluan vrisin të gjithë elitën intelektuale dhe tregtare të mesme të Hungarisë, që ishin hungarezë. Dhe pas marrjes së pushtetit, pas rënies pas i mbara edhe nazizmi dhe gjitha këto tjerat, sërish atje pushtetin, rusët ç'a bën për të mbajtur pushtetin atje? Çuan rusë, po ama ngritën këta çifutët që kishin mbetur atje, këta jahudit që ju i thoni, prandaj. Dhe ata kishin pushtetin totalisht atje dhe ushtronin pushtet ekonomik, politik, policor ndaj popullsisë hungareze dhe demonstratat nisën ndaj kësaj. Po perëndimi e shpalli si gjë, pra ishin antisemitiste, ishin kundër tyre. E qartë. E gjitha çfarë ndodhi. Gjithë përpjekëshën dhe Rusia në fund ndërhyri për ta shuar këtë antisemitizëm. Për këtë arsye, Izraeli në atë kohë e përkrau ndërhyrjen në 56-ën, sepse ishte ndërhyrje kundër antisemitizmit që lindi në Hungari. Dhe u shit për antikomunizëm. S'kishte të bënte me antikomunizmin fare. Dritan, regjia, duhet ta kem atë mesazhin që Macroni i ka dërguar Trumpit dhe Trump e ka publikuar për ta mbyllur se besoj që jemi në minutat e fundit. Nëse është, besoj që duhet jetë. Pra, Dritan, paka shumë aty thuhet që ram dakord
për E kam lexuar Iranin. mesazhin. Jo, unë e them më shumë për ata Jo, që e kam lexuar ndjekin. mesazhi thot tekstualisht që jemi okay, pra, jemi okay me Iranin, jemi okay me Sirin, jemi okay me Ukrainën, jemi okay, mund të bëjmë shumë gjëra edhe për Iranin. Po Me Groenlandën, shpate me Groenlandën. Po. Pra kjo do të thotë që neve Po. Pra kjo do të thotë që neve kemi qenë dakord me gjitha që ti ke propozuar. Pra kjo do të thotë që jemi marrë vesh. Po, jemi dakord thot. Po. We are totally in line on Syria, we can do great things on Iran. Jemi dakord me atë që ju vendosni. Po. Pra kjo do të thotë ne jemi nënshtruar. Po, Pra, ne fakti që neve ju jemi nënshtruar, ju pse po na e merrni Groenlandën, ëh? Është kjo, po unë mendoj që marrja e Groenlandës, pavarësisht se është në aspektin e marrjes Groenlandës, në aspektin ndërkombëtar, është një tendencë fashiste të Bashkuara të Amerikës, pra marrja e territoreve të vendeve sovrane, kur ti nuk ke asnjë lloj qasje aty, asnjë lloj lidhje me atë territor, pra nuk është se aty banojnë amerikan, edhe atyre janë hequr të drejtat, edhe ti po lufton për drejtat e tyre, edhe ti nuk ka asnjë lloj gjëje. Pra, kjo është e njëjta gjë që bënte fashizmi. Pra, fashizmi për nevoja, sepse edhe Mussolini, edhe Hitleri e justifikuan pushtimet gjatë luftës së dytë botërore me aspektin se duhen për nevojat sigurisë kombëtare, pra për nevojat sigurisë tonë, për nevojat e industrisë tonë. Me këtë arsye Hitleri pushtoi pjesën e Evropës, Mussolini pushtoi edhe bëri masakrat në Afrikë. Pra në Eritre, në Libi, në gjitha këto. Nisur nga ky parim. Nisur nga ky parim. Dhe edhe Trumpi po përdor të njëjtin parim, ky është parim fashist. I pastër është parim fashist. Dhe është fashizëm i pastër, nga gjitha anët ta shohësh është fashizëm i pastër. Pra, po shkojmë, ne jemi duke rrshqitur drejt fashizmit. Perëndimi po rrshqet drejt fashizmit. Brenda një 10 vjeçari, këtu do jemi mbajnë mend, pas 10 vjetësh këtu ndërimi me fjalë ndërimi do jetë ndërim fashist, por nuk do themi Heil Hitler, por do themi Heil Trump. Pra, vetëm këtu do jetë ndryshimi, do zëvendësohet Hitleri me Trumpin. Vetëm këtë ka për të pasur. Por, në një aspekt tjetër, marrja e Groenlandës e bën Shtetet Bashkuara të Amerikës antar të Bashkimit Evropian. Dhe bërja e Shtetet Bashkuara të Amerikës antar të Bashkimit Evropian, çfarë bën? I heq Bashkimit Evropian mundësinë për të bërë edhe fuqi ushtarake në vete, këtë që këta diskutojnë që të bëjmë një ushtrim vete vetëm me Evropa. Por në moment që ta bësh, atë duhet ta përjashtosh Groenlandën nga Evropa. Groenlanda është pjesë e Evropës. Po, e qartë. E kuptoni ku veprimi i Trumpit në këtë aspekt futet brenda, pra vën një karrige në Europë. Në Këshillin e Evropës. Dhe nesër në Parlamentin Evropian do kesh edhe një Amerikan i cili do të votojë, do të kundërshtojë, do të bëjë. Pra, uniteti evropian për të kundërshtuar atë çka vendosin amerikanët nesër, edhe politikisht bëhet zero. E qartë. Lëmsh. Pra, jo, nuk është lëmsh, në aspektin e perandorisë. Në aspektin se ata janë duke funksionuar në aspektin e tyre. Por këtë duhet kuptojnë palët, që Amerikanët ndjekin, e kanë përcaktuar në të gjitha doktrinat e tyre, në të gjitha ata thonë, edhe në doktrinën Monroe, edhe në të gjitha të tjerat, ata e kanë përcaktuar që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë interesa. Nuk kanë miq. Pra kanë interesa. Të gjitha ata që nuk e kanë kuptuar kurrë këtë, është fatkeqësi e madhe që mendojnë se amerikanët na duan ose kanë rënë dashuri me neve. Nuk kanë rënë amerikanët dashuri, as me ne dhe as me skën tjetër. Amerikanët janë një popull egoist, cilët janë të dashuruar vetëm me vetveten. Por ata kanë vetëm interesa. Në rast se ti e gjën veten tënde brenda interesit të tyre dhe përfiton, bravo qoftë. Në rast se ti nuk e gjën kurrë, atëherë ti je i humbur. E njëjta gjë po ndodh këtu. Ja, shihni atë që po ndodh në Siri me kurdët. I përdorën kurdët sa deshën, tashmë i kanë lënë kurdët në mëshirë të fatit. Totalisht nuk po japin asnjë lloj ndihme, as politike, as ushtarake, pavarësisht se i kanë të dyja mundësitë ta bëjnë atë. I kanë lënë kurdët në mëshirë të fatit. Në fakt pa diskutuar kjo. Dhe lënia e kurdëve në mëshirë të fatit, kurdët tash po paguajnë atë që i bën Asadit. Në vitin 2019, Bashar al-Asadi u bëri thirrje kurdëve tekstualisht. Ekziston një video ku i thotë që ju ftoj të na lejoni të përdorim ujin, të na lejoni të përdorim naftën që ju keni sekuestruar dhe po e bëni me urdhër të amerikanëve, sepse do vi një ditë që këta amerikanët që ju po urdhërojnë juve sot, do t'ju shesin nesër tek këta terroristët që ne po luftojmë sot. Tekstualisht kjo ndodhi. Amerikanët sot i shitën kurdët tek këta terroristët që Asadil thonë që kanë marrë pushtetin në Siri. Pra kjo nuk do të thotë që pra çdo kush që e njeh gjeopolitikën dhe që e ka studiuar sadopak gjeopolitikën amerikane, në jetë të jetëve amerikanët kanë parë vetëm interesin e tyre dhe perandorisht shohin vetëm interesin e tyre.
Nuk shohin interesin tënd. Gjatë gjithë historisë në fakt. Pikërisht. Prandaj dhe evropianët këtë gjë nuk po kuptojnë. Që amerikanët janë këtu në Evropë, kanë hyrë për interesin e tyre, nuk kanë hyrë për interesin e evropianëve. Evropianët u treguan të zgjuar pas 45 ata që ishin, se tash nuk janë më, ata evropianë që përfituan nga ndërhyrja e amerikanëve dhe morën para, morën industri, morën diçka dhe lulëzoi morën planin Evropa. Marshall. Po, lulëzoi. Tashmë këta që janë sot, këta nuk i përkasin të njëjtës kategori të atyre evropianëve që ishin në 45-ën. E qartë. Nuk e kanë atë mençuri, nuk e kanë atë shkallësi, nuk e kanë atë pjeguri. Dhe për këtë arsye tashmë ju ka humbur rruga në borrin e tyre dhe nuk din ku të shkojnë. Dhe neve na bën çudi pse Trumpi flet këtë, pse Amerika këtë. Është praktikë amerikane. Ata ndjekin interesin e tyre. Ne dhe këtu përfshi edhe Shqipërinë, ne duhet ta shohim veten brenda interesit të tyre, brenda interesit të tyre, pra, se jemi vend i vogël, po pa cënuar dinjitetet e popujve të tjerë, sepse ndryshe pastaj bëjmë edhe neve pjesë e një fashizmi.